që ka udhëtu 8 kilometra dhe kjo e bën këtë proces të manipulum, jo kredibil, jo legjitim. Por Berami, në anën tjetër, problematikat të tilla janë shoqur edhe në komunën e Gjakovës. Pse pra pikërisht edhe në Gjakov? Atje nuk u përmend fare realisht, ishte kaluar kështu pa u vrejtur. Është pyetje shumë e mirë, po e bëj një pyetje edhe më tutje. Pse nuk ndodhen në Sarajevë? Pse nuk ndodhen në Prishtinë? Pse nuk ndodhen në Shtime? Pse pikërisht në Gjakov? Madje prokuroria dhe nuk nisi hiç pse nuk ndodhen në Ferizaj? Pse nuk ndodhen në Fushkësov? Pra, a dini sa komuna nuk ka ndodhur? Ka ndodhur vetëm në 2 komuna, ku në Gjakov është një fenomen i izolum. Do thotë ka qenë në një kont. Në Mitrovic po flasim jo për një fenomen të izolum, po flasim për çdo shkollë ku qytetarët kanë shku me votu. Çdo shkollë ka fleta të cilat e kanë kodin e ndryshëm. E si shpjegohet edhe argumenti tjetër, çish është e mundur që Arjan Tahiri fikall vet me marr vota më pak në raundin e parë, me marr, si më thon, fikall vet me marr më shumë vota në raundin e parë dhe më pak në të dytën. Sesa në balotazh me koalicion me LDK me 4000 vota, me AKR 1000 vota, me AKN 800 vota, me Nismën 600 vota, me AKN 500 vota, me Partinë Turke 300 vota. Ka pasur realisht gjatë kohës së fushatës zëra që ka qenë pikërisht disa deklaratave, që narisht deklarata e deputetës Hykmete Bajrami, e cila ka thënë se duhet që atje të kthehet me para 10 vitesh, aty ku e ka lënë Edita Tahiri, dhe zërat kanë qenë që pikërisht për shkak të kësaj deklarate pastaj qytetarët edhe kanë mundur ta ndrojnë mendimin, duke u friksuar se gjendja do të kthehet siç ka qenë para 10 vitesh në Mitrovic. Jo, në Mitrovic ka pas shumë thashë thëmë, ka pas shumë thashë thëmë, shumë intriga, ka pas shumë presion, dhe të gjitha këto kanë qenë të projektuara nga qeveria në detyrë, nga një kryeministër, i cili me 3 ndrrime ka ardhur në Mitrovic, duke shndru tani edhe e vërtetuar në një hajn me 3 ndrrime. Hajn paradite, super hajn në mesditë dhe mega hajn në mbrëmje. Pra, një njeri i cili ka nicu në Mitrovic ka pas po ashtu informacione, thashë thëme që sfesha është të prodhu dokumentacione të falsifikume për të hyrë edhe për të votuar Fatën Pecin. Paniku i Albin Kurtit e të tregon shumë mirë që fitoria e Fatën Pecit nuk ka qenë e sigurt. Ai ka